Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe. O të rënda filme ves. Receta të cilat sfidojnë kohën motin. Du të sfidojnë dhe këto 3 ditë. Sfidojnë stinën, sfidojnë edhe shien. Dhe këto 3 ditë që thuhet që do t'jenë kështu, një dimër i vogël në tetor. Kështu dëgjova që rregullohet afër fundjavës. Pas kam bërë gabimin që pas kam heq rrobat e tjera dhe pas kam vendosur, kam bërë një transferim të veshjes. Do ngrohet pak, por jo se do vi vera, pra besoj do jenë diku. Po mirë, këtu ma bërë qepin këtu. Plazh nuk besoj se do bëjmë, por pra. Fillon me këto gatimet e stinës, të ndryshimit që duan. Ndryshojnë stinën, ndryshojnë dhe gatimet. Ma i qik djel duhet, ato rezet e djelit duhet. Nuk qajmi në vëndin tonë për rezet djeli. One nuk qajmi as si vënd dhe si vënd pune. Sepse ka vetë emrin e tillë, rezet djeli. Tu kemi gjithmonë rezet të ngrota. Ndishni gjithmonë çdo ditë rezet djeli. E din vetë? E di publiku. Jemi modest. Ndishni rezet djeli. E ku ka më mirë se të ngroni shpirtin, të ngroni veten, trupin dhe gjithçka. Dhe që t'ju ngrohet edhe unë kështu shpirtërisht, të jemi pak kështu si... Me qëfar po bën sot, pite më duket? Po. Pite. Po. Bravo. Ja, vlen tani si mjavën e ta pite të ngrota? Thash, kjo koha sikur me më ndryshoj dhe recetat, më ndryshoj pak recetat, mi bëri pak më dimërore. Më dimërore, po këtë po përjetojmë tani një dimër në tetor, për t'ja lënë përsëri vendin vjeshtës dhe pastaj për t'u rikthyer përsëri tek dimri. Pra, dimri i parë në vjeshtën e dytë. Dhe titulli romanit. S'kam vendosur kështu në mish kam vendosur që të kemi proteina, se proteinat janë të rëndësishme, por kam vendosur mish pule. Po këtë mishin e pulës. Pra pite me mish pule. Po. Dhe mishin e pulës mua më duhet patjetër. Qa brumi me kështu shkurt tak. Shkurt, mielin këtu. Një sekret. Jo, një po kam 2 faktikisht. Tek mielli zgjidhni ola. Ola për pica, miell për pica. Nuk e di se çfarë do më thoni për momentin, por e di se do thosh Albana ola. Gatuajeni, bëjeni dhe më pas ju të thonë Albana ke shumë të drejtë. Por, ka dhe një por, që ne duhet kemi dhe vezët e dukura. Po, një 4 të mira, po. Në 4 të mira. Në vital. Ama me se plas kërë thua për atë. Edhe pak pula të rritura në natyrë. Në mungon natyra, kështu që kemi zgjidhje. Ndërkohë, vezët po, mielli po, dhe duhet edhe kosi për këto pite. Albana pas ka zgjedhur me 0.5% të ndyrë nga lufra. Kështu që ti marrim me radhë gjithë produktet nga mielli Atlas, tek vezët O Vital dhe tek kosi lufra, që ti bëjmë bashkëpunimin e produkteve të dukura për këto pite me mish pule, të cilat, po shoh dhe tepsin këtu, Albana besoj do t'i vendosi për t'u pjekur, i kemi pite të cilat do të piqen në furr. Unë do t'ju ndihmoj me produktet, edhe pse 3 kryesoret ju tashmë i mësuat, pra siç është mielli, vezët edhe kosi, ka dhe produkte të tjera, i lexojmë së bashku në recetën tonë të shkruar dhe vazhdojmë me hapat e përgatitjes. Albana po skuq, po ka urdis mishin edhe qepën direkt. Po. Pite me mish pule, 500 gram mish pule, 2 gota kos, pra rreth 400-450 gram, gjysmë gote vaj ulliri, 4 vez, 1 qep, 1 gotë e gjysmë miell, 200 gram djath i bardh i thërmuar, 100 gram djath kaçkavall i grirë, krip, piper, rigon. Kjo është receta jonë e piteve me mish pule, një recetë që nuk mund t'ja lëm vetëm vaktit të mëngjesit, duke qenë se ka proteinat mjaftueshëm, na plotson dhe një vakt kryesor, vakt kur nuk kemi kohë të gatuajmë drekën për shembull. Nuk mund t'i lëm pitet që janë thjesht plotësuese të një mëngjesi, po janë dhe për drekë këto pite. Apo ti si ha kështu nga dreka pitet? Si e mendon ti? Do dhe diçka. Në një stinë dashurie, diell ka gjithnjë. Ka dhe diell në mesverës, edhe vjesh me shi. Pra unë nuk pyes është mëngjes, është drekë, është darkë. Jo. Mjafton që unë t'jem e ushqyer. Po. Dhe kush tha që ne nuk mund të konsumojmë një copë të vogël pite në mesvakt, për shembull. Unë në përgjithësi dal pa mëngjes, në përgjithësi senator që çohem unë. Po, një pite e vogël, një masë e vogël për mesvakt bën shumë mirë. Pra është për mesvaktin e parë, është për mesvaktin e dytë, është
Për fëmijët është akoma dhe më tepër. Në ato tasat e vegjël që janë për fëmijët, ajo është shumë e duhur. Edhe një frut kaq e mbyllët. Ja, pra sa e thjesht është. Ja, copzat e pulës, nuk i kam zier. I preva në fije të vogla, gjoksin e pulës, kam shtuar qepën që e kam ngrirë, nuk më duhet edhe imët fare, se mua nuk më duhet të bëj supë, që s'duhet të duket. Shtoj kripën është me karar, jo me zarar. Pakës fare piper, sepse unë do shtoj djathtin e bardh. Ja, këto i shtoj për t'i dhënë shijen, pra gjysmën e erzave, për t'i dhënë atë shijen e duhur. Do të shtoj edhe pakës ujë, edhe kapakun dhe merre me të tjerat. Kaq, do të zbutet mishi, qepa. Ule dhe nxehtësinë, që mos ta kem maksimal, dhe marr vezët. Merrim tani me pjesën e brumit. 4 vezë, i fryn ato, i bën edhe me ngjyrën e bukur të piteve. Teksa do të piqen. I marr edhe të kuqe edhe të bardha. Që mos i ngeli hatri. Mos të jenë dominuese të t'i lashty këto, se e dion që ti i... Këto pas kanë goxhat këtë cipën e brëndshme. Kjo cipa e brëndshme, e puthitur me lëvozhgën e, ja që është frysit ullumbace, ngjitur me lëvozhgën e vezëve, edhe të kuqeve, edhe të bardhave, është shumë e mirë se ka hyaluronik, acid hyaluronik, dhe ne për shembull, nëse kemi duri, mund t'i mbledhim këto cipat njëra pas tjetrit, meqense gatuajmë shumë me vezë. I thajmë, i lëmë të thahen, se thahen shumë kollaj në temperaturën e dhomës, ose edhe në furnin në temperaturë shumë të ulët. Në furn, pasi ne kemi fikur furën fare, mbas 10 minuta që vendosin. I grim pastaj dhe i përzim me kremin e fytyrës që përdorim, për të rritur përqëndrimin e acidit hyaluronik, sidomos për pjesën poshtë syve. Do thoni ju të gjitha këto që thoni ju i bëni vetë në shtëpi, jo se i bëjmë gjitha vetë. Po i themi të gjitha. I kemi informacionin, kush ka kohë dhe mundësi t'i bëj dhe gatuan shpesher me vezët, kryesisht të pasdjera, se kjo cipa duhet jetë natyrale, e pa gatuar. Kjo cipa e brëndshme, se ka ngelur pak e bardh, kjo e brëndshme fare, mbështja si thua ti, këmisha. Po. E vezëve. Kjo membrana. Jemi te këmisha neve? Duhet. Jemi te këmisha, a të vendosëm pak uthull, për uthulla duhet jetë shumë e mirë, që mos të vendosi këmish, sepse edhe uthulla vendos këmishën e vetë. Po, cipa. Atëherë ja, unë i vendos pak fare. Sa për të thënë që mos të mbaj erë. Po, mos dominoj kush nuk e... E largova. Ja. Pranon aromën e vezëve. Nuk kemi aromën e vezës. Do të shtoj 2 gota kos. Do të shtoj gjysëm gotë vaj. Unë e kam vaj bashkë me gjalp. Shtojmë pak gjalp për aromë, se i bën më të shkrifta pitet. Do të shtoj mas djathi, 200 gram. Mësojmë të recet dhe pas dite bëjmë pite për fëmijët nesër në shkollë, edhe për pjesën tjetër të familje, sigurisht. Masën që... Shtojmë edhe mishin me qepën. Masën e gatuar të mishit bashkë me qepën. E fik, të pjesën këtu se s'më duhet. Një përzierje të mirë dinjitoze, përse nuk shtova mielin, sepse nuk dua që në nxehtësi unë shtoj mielin. Miell do të shtoj diku te 1 gotë e gjys. Pra gjysëm gotë vaj, 2 gota kos dhe 1 e gjys. Pra shkem gjysëm, 1 e gjys, 2. Pita për ta mbaj mend dhe njërë se më duhet receta prapë. Ka vurdisë e qepën edhe mishin e pulës. Mishin, vendosa mishin, në fillim fare. Mishin të parën, qepën të dytën dhe erzat. Kaq. Këtu shtove 4 kokra vezë, kosin, vajin, përzirë me gjallë, djathtin edhe erzat. Erzat pastaj po jalëm në dorën tuaj. Po, së në basë shijes që doni ju, asë diskutohet. Tani këtu,
do të marrë dhe do të shtoj djathin. Po, pra, shtuam djathin e bardhë, mund ta pasurojmë edhe me djath kaçkavall të grirë. Kemi shije. Ka atë aromën e mirë djathi kaçkavall, edhe përzier pastaj me djathrat e tjerë. Nuk e përziej më me lugë druri, se nuk bën lugë drurit. Tani do të shtoj 2 gota miell. Të marrë këtë gotën tjetër? E ke fata atë oj, po, atë kisha atë. Po. Ja, ta provojmë 2 gota miell në vendos një parë, derisa e shohim sa lagështi ka masa dhe e provojmë me gotën e dytë. Janë të para mirë që duhen 2 gota. Nuk po duhet të bëj një brumë të ngjeshur. Ndryshon edhe më kaq, nëse unë kam lënë pak lëngje tek pula bashkë me qepën që kanë më tepër, atëherë unë duhet të shtoj pak më tepër miell. Po shkosi, po zhveza. Po mund të jetë 3 lugë më tepër. Po, pra. Atë thash që vezët mund të jenë më të lagështa se që të mëdhaja se që duam ne, ose kosi gjithashtu mund të jetë më XL, XL, hajde, po. Të kuqet një herë. Po, se syri madh, o thonë disa që tafmaja modat le pa gjë. Me thënë të drejtën gjitha me bollik janë, donë. Ka të njëherë them dhe kap vetë elmatë, Albana them prit, miellin e këtë e kështu. Se di kam atë manin që duat... Ke, se je këtu i kemi... Por, nuk është ajo mania se i kam shumë, jo, është ajo mania për të gatuar me cilësi, të silë të kjo shije, por me produkte cilësore. Po, me syrin e tigrit. Tani, do ta njomim pak me yndyrë. Pa tjetër. Tepsin. Kur ta njomim, më vëdhe një 2 lugë miell tjetër, jemi shumë në rregull. Konsistenca, po i shtojmë dhe pak për... Shumë, Megjithatë nuk ka... 2 deri në 3 lugë, kaq. Sepse ju e pat që unë në tigan kisha më tepër lëngje. Ty të lumshin duart. Pak yndyrë të tepsia dhe receta përfundon në furrë. Urdhëro. Fura sigurisht që është para ngrohur në 200 gradë Celsius. Ja, vendosim tani shpejt e shpejt të presim rezultatin. Më shumë them shpejt e shpejt, jo që ta përfundojmë recetën, po dua që të piqet ajo dhe të kemi të pjekur kur të përfundojmë hapësirën tonë të gatimit. Do të ndahet në pjesë pastaj për gjithë familjen. Shohim dhe njerëz së bashku përbërësit e recetës tonë të parë, pite me mish pule. 500 gram mish pule të prerë në kubik, ka urdisur në tigan me vaj. 2 gota kos, gjysmë gote vaj ulliri, 4 vezë, 1 qep, 1 gote gjysmë miell, 200 gram djath i bardh, 100 gram djath kaçkavall i grirë, piper, rigon, krip gjithashtu pak nëse djathi ka mjaftueshëm. Përfundoj këtu receta, po e vendosim për t'u pjekur.